është ushtu dhunë e madhe ndaj tyne. Shqiptarët janë më besnik në ato që janë vlera tradicionale, edhe është krejtësisht e natyrshme, do të thotë se pavarësisht që jetojmë në një kohë tjetër, trashëginia brenda nesh ajo është këtu. Ato nuk mujmë me shmangë. Siç e ceku edhe parafolsja, kjo çështja e sankcioneve emocionale, kur rrethi shoqëror e izolon dikën ose e largon dikën, mund të jetë shumë më i rëndë se sa sankcionet që mund të pasojnë si pasojë drejtës zakonore, se drejta zakonore, sado që ne sot e kemi kushtetutën, e kemi gjitha, e kemi institucionet cilat mirën me këto punë, prapse e drejta zakonore një popull, sepse jemi popull i ligjit, ajo drejta zakonore gjithmonë është brenda nesh, ajo nuk shmanget, nuk hiqet, nuk largohet, por tash, nëse analizojmë drejtën zakonore shqiptare dhe marrim konceptin e besës dhe krahasojmë me botën moderne, atëherë vim përfundim që shqiptarët gjithmonë kanë qenë një popull i qytetnum. Fatkeqësia e tyre ka qenë se kanë qenë të pushtum, shumë gjatë është ushtruar dhunë e madhe ndaj tyne, nuk ka ardhur në shprehje do të thotë ai shpirti human i shqiptarit, qoftë i burrit apo i gruas, deri në atë mas sa që ne me kriju raporte tjera ku si parafolsja që e vlerësoj për ato që tha, sepse vërtet më la mbres, se gjenë shumë pak në Kosovë me cilët ke mundësi të bisedosh kësaj rreth këtyre temave që kanë bëjnë me emocionet e njerëzve, që kanë bëjnë me dinjitetin e njerëzve. Do të thotë, këtë dinjitet në kuptoj edhe dinjitetin e fëmijëve, se dhe ata kanë dinjitetin e tyre, edhe ata duhet t'i trajtojmë asisoj që t'i përgatisin për një jetë më të mirë, që ata të bëhen më të mirë se që jemi ne sot, që ata ta kenë një perspektivë krejtësisht tjetër, që mos të vinë në raporte tilla kur ndoshta për shkak të një koncepti, i cili është koncept shumë i domosdoshëm për një shoqëri siç është besa, të keq përdoret dhe të banalizohet siç nganjëherë ndodh në shoqëri, dhe kjo është krejtësisht normale. Pra duhet jemi të kujdesshëm vlerat i bëjmë si vlera dhe mos lejojmë që ato të banalizohen apo të keq përdoren për interesa tjera që mund shkaktojnë tronditje emocionale të qytetarëve tanë. Zonja Sylla, sipas jush shoqëria jonë, sa është e kujdesshme në mënyrë që të mbjellë tek fëmijët konceptin e besës, në kuptimin që ta mbaj fjalën edhe në të jetë i përgjithshëm për atë që premton, për atë që thotë se do ta bëj? Në fakt, këtë teme kom diskutuar edhe më herët, neve në përgjithësi kemi kultivu vlerat në përbreza të fjalës, të moralit, të asaj çfarë vërtet janë vlerat njerëzore dhe çfarë ato duhet të na përfaqësojnë neve si njerëz, përgjegjësia për tjetrin, ndjeshmëria për tjetrin, domethënë këto janë vlerat primare që neve duhet i kem. Më duhet të them për fat keq mendoj si kjo tani nuk është se prindrit e ri, nuk është se po i kushtojnë shumë rëndësi këtyre vlerave, të cilat vërtet janë shumë të rëndësishme dhe janë primare për individin edhe nesër në funksionimin e tij në shoqëri.